Fif, si përjeton koncertin tonë të parë me 25 prill në Pallatin e Kongresave? Me shumë qetësi. Është një diçka që ka mundru krejt jetën me e bo. Edhe jo rastësisht kemi vendos me e nis në Pallat Kongreseve, me e bo të parin në Pallat Kongreseve. Menoj që aty u nis ajo gjëja ime e madhe që u pranu Fifi e baladave me këngën Zhurmë, edhe jo rastësisht e vendosëm me e bo me datë 25. Në pjesën e parë tregova që 25 prill 2023 është dita kur jeta ime ka marrë një kthes komplet tjetër, edhe jeta ime është ndryshuar në 360 shkallët e veta, mos them edhe më shumë se 360. Lindja e Theo Malit ka qenë patjetër inspirim. Po edhe ardhja e tij në jetë një gjë më e magjishme që ka mujt me ndodhje të stem, dhe kur bashkë me Kuadër Events ishim të e diskutu se kur me vendos datën për koncertin. A kishte datë më të bukur në botë se kjo datë? Ska datë më të bukur. Për mua është dita që unë kam rilind. Me si po e presim Fif të Faleminderit shumë. Fifi, nëse s'do ishe bërë këngëtare, çfarë do ishe bërë? Regjisore. Regjisora? Po. Pra nuk do kishe hequr dorë nga bota e muzikës, e artit e... Më falni për modestin, po nuk e kam marrë me vete. Nuk është që njem si njeri shumë modest, po çfarë rëndësie ka kjo. Unë menoj që, nuk njem si njeri jo modest, se jam përgjithësi shumë modeste. Më ngjajmë në këtë pikë. Po, ngjajmë shumë. Unë menoj që kam lind për skenë. Menoj që kam lind për me jetu në drasat të kalbura të teatrit. Vdes për erën e drasave të kalbura të teatrit. Maroj për emocionet që e merr njeriu në ato mure. Unë pas kuintave kam dëgjuar se edhe i gjithë recitali yt është pak a shumë musical. Po. I ideuar nga mendja jote e art. Po, dua ta bëj të atill që me e korporu edhe regjin, sepse e kam marru si shkollë. Në fakt nuk e kam marru, e kam lanë vitin e 3, për çfarë rëndësie ka kjo. Do ta shqyrtojmë dhe do ta mbyllim edhe shkollën. Kom pas shumë qef me e integru edhe teatrin, me qenë se veç e kom si profesion, edhe mezi po pres me ardhata 25 drejtëm një thonë. Fifi ju në dashur, në Labirint në Tru, foli mendjes, quhet ndryshe podcasti im dhe i Denisës, ne zbërthejmë 3 labirinte që nuk i kanë zbërthyer asnjëherë në emisionet tjera një personazhi. Okej. Në mendjen tënde, të bukur, sepse s'ka gjë më të mirë se shpesh herë të themi foli trurit. Vazhdo, por gjithnjë ktheu pas në kohë. Kujto kohrat kur ke vuajtur, kur je rrëzuar, kur je ngritur, kur ke punuar fort, kur ke dashuruar fort. Kush janë 3 labirintet më të forta të jetës tënde që ti nuk i ke thënë në asnjë podcast apo emision, apo nuk ja ke thënë ndonjëherë as vetes tënde? 3 dua, dhe nëse nuk janë 3, mund të jenë 2, mund të jenë 4. Ma jep një shembull. Për shembull, në kohën e studimeve, në adoleshencë, në gjimnaz, ke pasur një gjë që ti thoje sikur ta realizoj këtë gjë, dhe pastaj papritur doli një pengesë shumë e madhe dhe nuk u realizua. Po, një ka qenë pra një labirint që u bë konglomerat në trurin tonë dhe ti nuk arritet ta zgjidhësh në adoleshencë. I pari ka qenë kur kam marrë shkollën fillore. Unë kam dashur shumë me shku në shkollë të muzikës, me marrë shkollën e mesme të muzikës. Nuk kanë qenë dakord mami me babin. Edhe dorëzova pastaj dokumentat në gjimnaz, në Sami Frashën në Prishtinë. Nuk e kam dashur asnjëherë
me marru gjimnazin, kom dash me marru shkollën e muzikës, me u shkollu në atë drejtim, sepse atë drejtim e kam dasht, pavarësisht që unë gja kam qenë në shkollën e ullë të muzikës, por doja me studiu tamam edhe me dit tamam, që me njerë mas se të marrë shkollën e mesme me vazhdu Akademinë e Arteve Degën Regji Teatri. However, nuk shkova në shkollë të muzikës në të mesmen, marrova gjimnazin marrova me notat mira, edhe pse me shumë sforce se nuk është që doja shumë e ditë për gjëra që nuk më shërbejnë në jetë. Pra ishe qartë se çfarë doje në jetën tënde. E kom ditë që në klasë 6 që du me bo. Pastaj gjatë gjimnazit pate një labirint tjetër, një dashuri të pamundur ose një moment. Jo asnjëherë, jo, sepse ti besoj që çdo gjë të pamundur e ke bërë të mundur. Në shkollën e mesme kom kalu. Se po flas si një ministër në Shqipëri tani. Në shkollën e mesme kom kalu në botën time artistike, kom pas shkruajt skenare, kom pas shkruajt skenaret e cilat I bona shfaqje me studentat e shkollës edhe në fillore edhe në shkollën e mesme. Kam qenë në shkollën fillore Lena Gjika në Prishtinë dhe në gjimnazin Sami Frashi në Prishtinë po ashtu. 2 shfaqje kam bo me skenar temin, me regjit tem, edhe shfaqje cilat janë luajtur në teatrin Dodona të Prishtinës, shfaqje cilat I kom pas dërgu edhe në për teatra tjera në për Kosovë, lekë të cilat I kemi marrë nga shfaqjet I kemi dhanë për bamirësi. Sa bukur, sepse unë bëj shumë, I mbështes shumë kauzat bamirëse në Shqipëri. Të kritë shfaqjet që kom bo, të gjitha reprizat që janë dhanë, të gjitha I këna mbledh lekët I kemi qunë për familje, për festat që janë gjatë vitit, varet, kemi që për Bajram, kemi që për Vitneri, kemi që për Bajramin e Madh, për çdo që ka pas festat të tjera në kohë të ndryshme. Ndonjë labirint tjetër në para lindjes djalit ose pas lindjes patet që do të thotë labirinte kam pas shumë. I pyetje vetës se si doja dal, jam mami e re, a do ditë të jem prind I mirë. Këtë lloj labirinte do doja ti dije. Këtë labirinte kam pas pasi që kam lind. Ashtu, a? Po, në një 2 vjeçar kogja të dukshëm dhe të izgjatur, mendoj që tani kam një 7 muaj që kam dal nga kjo labirint. Po, nga ky labirint edhe jam më e qetë dhe e kom vu vetën para pasqyrës edhe kom pranu ca gjëra që kanë ndodhë dhe e kom shëru vetën nga dhimbjet cilat nuk janë të nevojshme me u ndje. Shumë e bukur kjo, nuk janë të nevojshme për të ndjer fare. Në gjenetik themi që fshirja dhe harresa ruajnë kujtesën. Pra, çdo gjë që nuk është e nevojshme duhet ta fshijm nga kujtesa. Po, dhe duhet ta mbajmë fare. Për ta fshih do të munal, me diskutu me veten tonë para pasqyrës. Edhe me fol trunit, do të më thonë, do ta pranësh këtë se ç'bën dot, do ta pranoj. Dhe pastaj në momentin që ti e pranon, edhe kur ja nisin me ta thonë, po ti e ke bo këto, po ti e ke bo ato, po ti e ke bo, ti thu po e kom bo edhe. Opa, vihet muri.